Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Libri Koha e Prerë i autorit Recep Hoti është promovuar në Zagreb në organizimin e Ambasadës së Republikës së Kosovës në Kroaci dhe shoqatës së gruas shqiptare Drita për nder të çlirimit të Kosovës. Ky libër, i cili mbi të gjitha shndrohet në një dokument të rëndësishëm për kujtesën historike dhe kulturore të Kosovës, është më shumë se një kronik e një periudhe dramatike të historisë së Kosovës. Është një rrëfim i thellë personal dhe kolektiv që përmes analizës, reflektimit dhe kujtesës hedhë dritë mbi përpjekjet e popullit shqiptar për liri, dinjitet dhe identitet. Në mënyrë të veçantë, gjatë diskutimeve u ndalua tek rrugtimi politik, intelektual dhe filozofik i eruditit Ukshin Hoti, një nga figurat më emblematike të mendimit politik shqiptar, i cili zë një vend të rëndësishëm në këtë botim. Kemi kënaqësinë të kemi në studio dhe të zhvillojmë intervistë me autorin e librit Recep Hoti. Përshëndetje zoti Hoti, mirë se erdhe në Art Kultur. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Atëherë, zoti Hoti, përse zgjodhët kryesisht Zagrebin për promovimin e librit tuaj? Dhe zgjodhët një hapësirë mjaft interesante, të vjetër, të lashtë që kishte, edhe nëse mund të themi edhe analoge me promovimet të autorëve të famshëm, të mëparshëm kroat. Dhe botror. Po, dhe botror. Për shembull, siç është edhe Milan Shufllaj, një njeriu i cili e ngriti identitetin shqiptar dhe banologjin në rrafshin modern të mendimit avancuar botror, por mjerisht atëherë kur ai dha maksimumin e vet, u vran nga shërbimi sekret serb në vitin 1931. Pra është një ambient ku truri kroat dhe i rajonit po dhe më gjerë, shfaqe vazhdimisht qëndrime çdo njëherë në javë dhe ishte një simbolik. U befasova me pyetjen tuaj sepse në të vërtetë mendimi politik, rrugtimi politik i Ukshinit fillon në Zagrebin. Ai aty e kreu edhe shkencat marrëdhënie ndërkombëtare për politikën dhe ishte si thua edhe studimi i tij ishte një rastësi sepse ai dëshironte ta studionte psikologjinë, i motivuar nga profesori i tij Nushi, mirë po meqense se nuk e pranoi në psikologji, ai pastaj e vazhdon drejtimin tjetër dhe aty fillon rrugëtimi dhe në vitin 68 Ukshini është një prej pjesëve kryesore të demonstratave që ndodhin në Zagreb, që janë demonstratat që kanë një karakter shumë të njohur, me ndikime mbi rajonale dhe ai ishte protagonisti, mos themi kryesor, por ndër kryesorët që i drejtoi ato demonstrime. Me fjalë tjera, Zagrebi gjithsesi është formimi i Ukshin Hotit dhe është vendlindja politike e tij, lindja e mendimit politik të Ukshin Hotit fillon atje. Atëherë, me që kam kuptuar, sepse libri që ka mjaft voluminos, këtë që na e solle para se të fillonim intervistën, kjo është Recep Hoti, Koha e Prerë. Po, libri shfaq jo vetëm një narrativ personale, por edhe një analizë historike, politike, si i adole të balancojnë rrëfimin subjektiv me kontekstin më të gjerë historik të Kosovës? Ka qenë në të vërtetë e kam partur me vitat ngjarjet në të cilët kam punuar intensivisht për rreth 10 vjet me Ukshinin. Dhe jeta me të ka qenë gjithmonë intensive dhe e fuqishme, mirë po për të qenë si thua ti ajo që kërkon se si lindje dhe narrativa pastaj, rrëfimi gjatë kohës gjersa isha në Gjermani dhe Paris, kemi pasur një angazhim intensiv në lidhje me Ukshin Hotin, gjithashtu me Ismail Kadaren, dhe kam mbetur me vitet të tëra angazhimi i Kadares në drejtim për të bërë një kontribut jashtëzakonshëm në mënyrë që ai të mund të lirojë nga burgu, nga gropa serbe ku mbahej në zinxhir. Mjerisht kjo nuk ndodhi dhe gjithë ajo përpjekje si thuash e bëri si thua të rifreskruar të gjithë të kaluarën me Ukshinin dhe përpjekjet e tij për lirinë e Kosovës dhe për ngritjen e një vedije kolektive drejt unifikimit të Republikave Shqiptare në një tërësi të vetme. Ukshin Hoti është padyshim një figurë qendrore në libër, si evolucioni ndikimin e tij politik dhe filozofik në bashkëkohësit e tij dhe në brezat e rinj, sepse tash po shohim që ka shumë më shumë, domethënë i tharë që studiojnë, e përdorin për doktoratura, magistratura, përdorin si literaturë dhe figurën e Ukshin Hotit mjaft e kanë elaboruar.
Gjithmonë njerëzit që kanë ndoshta ide të mëdha në fakt në radhë të parë janë edhe ide të frikshme. Përveç që janë të frikshme pak për kohën, ato kërkojnë edhe çmime të caktuara. Në kohën kur Këshini kishte ide të veta politike dhe kërkesat se si e mendonte ai rrugëtimin, të themi nuk ishte shumë mirë kuptim nga kolektiviteti shqiptar për shkak se ishte një rrugë që jo e lehtë. Dhe kjo është normale, kështu ndodh zakonisht me mendimtarë të mëdhenj. Por sidoqoftë herët e vonë ai rrugëtim erdhi. Në vitin 1995 Këshini para gjyqit thot mendimin se ka ardhur koha të bëhet funksionalizimi të dyja republikave shqiptare. Për në atë kohë Republika e Kosovës ishte edhe nuk ishte e shpallur, si thua. Por ai mendonte se kjo ishte një akt i kryer, jo vetëm juridik, po edhe faktik, dhe mendonte se tash ne duhet të mendojmë se si të dyja republiket duhet të shkojnë drejt integrimeve dhe bashkimeve të veta funksionale në mënyrë që të mos bëhen, si të thuash, kundër njëra tjetrës, po të kyqen dhe gradualisht të marrin një rrugëtim për të bërë një dhe të vetme. Në fjalë tjera ishte njëri i cili qysh në atë kohë i vuri dhe parimet bazë mbi të cilët duhet realisht republikat shqiptare në Ballkan të ndjekin rrugtimin e tyre evropian drejt unifikimit kombëtar, dhe mendoj se në atë drejtim ende nuk është bërë sa duhet. Ju kujtoj se rregullimi i raporteve i marrëdhënieve ndërkombëtare, të themi në atë kohë të Kosovës me Shqipërinë, në kuptimin zyrtar kanë qenë në nivel më të avancuar se sa janë sot. Ka qenë më substanciale sa i përket aspektet që në atë kohë kanë pas ndikim të madh, sidomos çështja e kulturës, po edhe në raport me bujqësi, po sidomos çështja e kulturës, çështja e shkollave, arsimit etj. Me fjalë tjera, ka qenë një invazion, si themi, ta përdorim një term tjetër, një vërsulje e gjithanshme e Shqipërisë në Kosovë, e cila për fat të mirë nuk ka bartur me vete atë pjesën ideologjike e cila ka qenë, themi, e ngarkuar, por në Kosovë, si thua, është naturalizuar, sepse Kosova megjithatë ishte një vatër e mendimit të lirë. E keni fjalën për mendimin e majt, komunist. Ashtu. Tash, libri është promovuar në kuadër të 26 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Sa mendoni se koha e prerë ndihmon të forcojë kujtesën tonë kombëtare për atë periudhë? Mendoj që janë gjëra të cilat njerëzit nuk i dinë. Ju thatë që kanë filluar të bënë shumë studime, por thelbësisht ende nuk dihet kush është Ukshin Hoti. Zakonisht bëhet pyetja ku është Ukshin Hoti, që nuk dihet. Por më shumë se sa nuk dihet ai ku është, nuk dihet ende se kush është. Njerëzit flasin fjalë të mëdha, është njëri mendje dritur, është kështu, por nuk ofron një projekt konkret me cila e thotë shiko. Ukshini është mendje dritur, larg pamës, është njëri me mendimet avancuara, është një erudit e tjera, sepse e bën këtë. Dhe ato duhet të gjitha të thuash të herën dhe të vënë në letër. Por kjo punë edhe nuk është bërë serioze në drejtim. Më tepër se sa kaq nuk duhet të pretendoj, sepse një vlerë artistike e pretendon rrëfimin e vet pa paragjykuar në aspektin e mendimeve të avancuar që hyjnë në kuadër të njohjes, por ajo ka njohjen e vet, natyrale. Por duhet të them se ka gjëra të cilat njerëzit nuk e njohin kush ka qenë Ukshin Hoti, si ishte jeta e tij, çfarë ishte Ukshini në të vërtetë, çfarë do të thotë të jesh një hero dhe çfarë i kemi herojt ne. Do ne i shikojmë në gjitha gjërat pak a shumë bardhëzi, jeta nuk është ashtu edhe për herojnë, ashtu siç nuk është ashtu edhe për njerëz të zakonshëm. Zoti Hoti, pse e keni titulluar Kohë e prerë? Në fakt, unë e kom pas një titull tjetër, ka qenë një titull që e kom pas shumë për qefi, sepse ka qenë edhe më i thjeshtë edhe i shkon të Ukshinit, ka qenë kohë heroi pa gjetur, por në një dregës që e kishëm me Ismail Kadaren, një mik që ishte në punë të Tryez i tha, që e kishte lexuar romanin, ishte shkruar romanin, i thot Kadares që mos e keni titull për romanin e Regjës. Ishte ajo koha kur Kadare kishte edhe si thuash, ne nuk e dinëm, po kishte edhe realisht 3 muaj jetë. Dhe një ishte njëri që nuk fliste. Rrinte në tavolinë, por nuk fliste. Fliste vetëm me një pohim ose me një mohim. Dhe kur ju bëjë pyetja, ai në krejt rastisht tha titullin Kohë e prerë. Dhe është titull shumë poetik, mendoj unë, po edhe i shkon. Domethënë, Ukshinit është prej koha
në të gjitha drejtimet e mundshme, por nuk i është marrë ajo që e ka dhonë në kohën kur e ka jetuar. Dhe është një titull që i shkon shumë. Po, do me thënë që i shkon ta marrë rëfimit se i është prerë koha, në fakt. Po, do më është titull është i kadares. A patët komente, cilat ishin ato komente ose reagimet të artëdashësve gjatë promovimit të librit në Zagreb, qoftë nga shqiptarët, por dhe nga kroatët, ata që ishin aty pjesëmarrës? Me thënë drejtën isha i befasuar nga atmosfera që ishte një jashtëzakonisht, nuk isha mësuar me atmosferë të tillë të promovimit të librave, në zakonisht librat i promovojmë me një modus tjetër, është një format që pak a shumë është i njohur. Natyrisht kishte edhe gjëra që njerëzit i thonë si lavdrime, por unë mendoj se kishte një qasje shumë serioze dhe një përkushtim shumë serioz për vetë Ushinin, qoftë si personazh, qoftë si njeri historik, qoftë si politolog, qoftë si një njeri i cili ende është i takon të së tashmes dhe së ardhmes së perspektivës kombëtare shqiptare. Dhe mendimet e tyre ishin të jashtëzakonshme, kishin gjëra nga më të ndryshme, nga ata që dëshirojnë të dinin a është takuar me ndonjëherë me Albin Kurtin e deri të tjerët sa mund të jetë ende gjallë dhe gjëra të tjera. Është një fantazi jashtëzakonshme, një imagjinat për një njeri që u mungon të gjithëve, sepse është një prej personazheve historik dhe prej një burështetasëve të mëdhej, prej patriotëve të mëdhej, i cili, si thuash, ishte në një vend dhe prite që të kthehej. Mos kthimi i tij e ka shtuar edhe më tepër ajetjen e njerëzve për të ditur dhe për të kuptuar shumë çka dhe gjithçka rreth tij. Nga jo çfarë na thatë gjatë intervistës, ju flisni për dramën historike, por dhe për përvojën personale. Apo atë momente, ndërsa shkruani që ishte veçanërisht sfiduese në aspektin emocional? Po, këtë nuk e kam ditë, më dëmën ishte një preokupim i jashtëzakonshëm, ishte një kohë shumë e rëndë dhe unë e kam përjetuar shumë e rëndë atë çështje. E kam përjetuar aq rëndë sa unë nuk e kam vërsuar se bota emocionale dhe shpirtore do të jetë një ngarkesa që madhe, do mund të futesh në ato. Dhe me besoj gjatë kohës e kam shkruar librin, dhe nuk kam qenë në epokën që e kam jetuar për rreth. Po kam qenë realisht, të më thënë, po thuaj ndoshta jo edhe fizikisht, po shpirtërisht dhe mendërisht i tëri në periudhën me cilën edhe ishte koha e Ushqinit, sepse ajo ishte një kohë e cila ishte jo vetëm e vështirë, po ishte një kohë e befasishme dhe s'mund të dije në asnjë çast rrugtimi me Ushqinin ishte gjithmonë rrugtimi me vdekjen. Ai ishte njëri, por e veçanta atij ishte se ai kishte për të lashët të jetonte dhe nuk e kishte për të lashët të vdiste. Unë isha shumë i ri dhe e ndija këtë frikë edhe mirë pa ai ishte ngritur as shumë mbi vdekjen, saqë unë s'mund ta kuptoja, se si ai njeri nuk ekzistonte frika në konceptin e tij as për një gram, as të themi si në mënyrë figurative, më ishte diçka që s'mund ta besoja që një njeri ta shpërfillte aq shumë vdekjen. Zoti Oti, si shihni rolin e kulturës në ndërtimin e një identiteti kombëtar? A mendoni se kjo literatura, romanet ose këto që janë të bazuara në ngjarje të vërteta ka një fuqi të veçantë për të mbajtur gjallë kujtesën e përbashkët? Gjithsesi veprat e arrirë artistike kanë rol të jashtëzakonshëm sepse ato ta ofrojnë, madje kjo është edhe një perspektivë shumë e njohur edhe në letërsi, jo vetëm në ditën e sotshme, po edhe në 3-4.000 vjetët që në fundit, do më thonë rrëfimi artistik, vlera artistike jep kontributet të jashtëzakonshme sepse ka një fuqi, e ka magjinë e vetë që njerëzit duke lexuar artin, duke qenë në magjinë e artit mësojnë të vërtetat një mend historike. Dhe në veprat të tilla të cilat përkojnë realisht dhe me të vërtetat historike është një koincidencë jashtëzakonshme dhe truri i njeriut mëson shumë. Leximi është shpirti i formimit të njeriut. Dhe pa lexim dhe pa libër s'ka njeri e realisht. Në kuptim me mirëfill, sado që ne jemi të mbuluar me botën e digitalizimit dhe me aspektet e tjera, sidoqoftë leximi është fisnikëria shpirtërore e një njeriu i cili takohet me vetveten. Ne të falenderojmë për kohën, ne kishim kaq nga minutat e rezervuara për intervistë. Romani është mjaft voluminoz, sigurisht kemi edhe shumë për të diskutuar, por këto janë minutat që janë të rezervuara sa për të bërë një hyrje dhe për të informuar shikuesit
dhe audiencën e gjerë për nëse janë të interesuar të lexojnë për Ukshin Hotin dhe çfarë ka brenda këtij romani. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi të kemi në intervistë. Qofshin e ndër, faleminderit juve. Sonte në Galeria 17 bëhet hapja ekspozitës Artist of the Day After Tomorrow Recording Transition 2020-2024, kuruar nga Miran Mohar dhe fitori Jusufi Shukriu. Kjo ekspozit përmbledh çmimin Artistët e së nesërmës nga viti 2002 deri në ditët e sotme. Fokusi i kësaj ekspozite është në atë se si mund të ndërtohet dhe zhvillohet sistemi i artit pas çdo ndryshimi ose revolucioni pozitiv shoqëror. Dita më e rëndësishme është ajo që vjen më pas, kur puna e përditshme e zakonshme duhet të kryhet larg vëzhgimit të publikut dhe medias. Kjo ekspozit vjen në kuadër të temës Arkivimi i tranzicionit, që është prej 4 temave që Galeria 17 trajton brenda programit vjetor. Qendra multimediale ka njoftuar se këtë vit do të merr pjesë në festivalin live me shfaqjen të Negociosh Paqen, e cila do të prezantohet në Teatro Out Of në Milano më 20 dhe 21 qershor. Këto prezantime në Milano vijnë pas një varg prezantimesh të suksesshme të shfaqjes në qytete të ndryshme evropiane, përfshirë Hamburgun, Leipzigun, Zagrebin, Oslon, Pragën, Firencen e të tjera. Këtë herë, po rikthehemi në Itali në një festival që feston teatrin bashkëkohor, që frymëzohet nga ngjarjet e kohës sonë dhe duke i marrë ato për piknisje uçel, ull debateve shoqërore, kohëve relevante, thuhet në mes tjerash në njoftim. Mbrëmjen e 18 qershorit në lagjen Bregu i Diellit është inauguruar Teatri i Poezisë, teatri i parë në Ballkan i dedikuar ekskluzivisht performancës së poezisë në formë teatrore. Kjo ngjarje kulturore që u mbajt në shtëpinë e poezisë shënon një risi të rëndësishme për jetën letrare dhe artistike në Kosovë dhe rajon. Themeluar nga poeti Lulzim Tafa, teatri synon të sjellë poezinë në skenë si formë gjallë artistike dhe të shërbejë si pikë e rëndësishme për diplomacinë kulturore. Ky institucion tashmë është pozicionuar si një atrakcion i ri kulturor i kryeqytetit dhe një hapësirë e re për promovimin e poezisë dhe artit të interpretimit. Për nder të ditës së shtlirimit, Ambasada e Republikës së Kosovës në Paris më 24 qershor organizon koncert festiv. Ky koncert do të mbahet në ndërgjimin e Lindita Jusufit e me performancë do të paraqitin Adelina Thaçi soprano, Venera Imeri mezzo soprano, Urim Saliu bariton, Ylberina Jusufi në piano si dhe okteti nga Ferizaj. Ky koncert është një rast i mirë që dhe diaspora shqiptare në Francë të shohë nga afër punën e artistëve nga Kosova. Më 27 qershor në kineman Rifraf të Zyriu do të shfaqet për herë të parë në Zvicër dokumentari Ulla, një gjak, një gjuhë, një besë. Ky projekt filmik është fryt i bashkëpunimit të Fondacionit Lorik Cana 5 dhe regjisorit italian Alessandro Ferrantelli. Dokumentari sjell në fokus jetën e shqiptarëve të Italisë së Jugut, Arbëreshët e Kalabrisë dhe Sicilisë. Dokumentari Ulla, një gjak, një gjuhë, një besë nis nga hora e Arbëreshëve në provincën e Palermos në Sicili dhe udhton më pas nëpër fshatrat e Kalabrisë në shoqërimin e 2 figurave që japin shpirt këtij rrëfimi. Ish kapitenin e kombëtarës shqiptare Lorik Cana dhe gazetarin e aktivistin Arbër Agalliu. Këta të dy bashkojnë jetës së përditshme të komuniteteve arbëreshe, ku e shkuara dhe e tashme ndërthurë në një narrativ frymëzuese dhe edukative. Dokumentari është realizuar në gjuhën shqipe, një ndërthurje e shqipës moderne me arbërishtën e ruajtur si një gjuhë e shenjtë brez pas brezi dhe zgjat 40 minuta. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe përcjellni edhe në rrjetet sociale aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, këtu po e përfundojmë magazinën Art Kultur. Ne ju falenderojmë që na ndoqët. Mirupafshim.